Habit mjeku. Ja sa fiq duhet të hani sipas moshës, ja çfarë ndodh nëse i hani për 30 ditë. Të freskët ose të thatë. Fiqt janë përdorur në mjekësinë tradicionale për të zbutur dhimbjet menstruale, dhimbjet e dhëmbit dhe për të trajtuar gjithashtu probleme me tretjen, heqjen e toksinave nga organizmi, gjithashtu edhe në forcimin e thonjve dhe heqjen e kallëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fiku rekomandohet për njerëzit të cilët të vuajnë nga pamjaftueshmëria e hekurit, pasi është një burim kryesor i këtij minerali. Fiqt rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga probleme me tretjen dhe në fakt janë miku më i mirë i sistemit tretës, për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave që ato ofrojnë. Rekomandohet që fiqt e thatë të mbahen ujë për disa orë nëse doni t'i shtoni në dietën tuaj, por ju mund të konsumoni edhe fiqt e freskët si një përzgjedhje shumë e mirë shëndetësore për të evituar komplikacione në organizëm dhe për të nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Ekspertët i cilësojnë fiqt si një prej frutave më të rëndësishëm ushqyes. Fiqt ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore, të cilat jo të gjitha jeni në dieni. Dr. Christopher Gardner, profesor i mjekësisë në Universitetin e Stanfordit, i karakterizon ato si një përbërës të shkëlqyer për të nënvlerësuar kuzhinën që mund të përdoret edhe në shumë mënyra. Një fik ka rreth 37 kalori dhe siguron 2.5% të marrjes së rekomanduar ditore të kaliumit, gjithashtu 2% të magnezit, 1% të hekurit dhe të kalciumit. Fiqt të thatë ofrojnë 125 kalori dhe gjithashtu një sasi më të lartë të magnezit, kaliumit, kalciumit, hekurit. Ato janë të pasura me nivele shumë të mira të fibrave të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, duke lehtësuar edhe problemet e tretjes. 6 fiq të thatë ofrojnë 5 gram fibër dhe 24 gram sheqer, të cilat mund të bëjnë një zgjidhje ideale për funksionin e duhur të zorëve. Nuk është rastësi që mjekësia tradicionale fiqt i përdor për veprimet e tyre si laksativ. Ekstrakti i fikut lidhet gjithashtu edhe me uljen e presionit të lartë të gjakut te kafshët. Gjithashtu, një tjetër studim i vogël zbuloi se në krahasim me pijet e tjera me sheqer, ekstrakti i fikut ishte më efektiv në përmirësimin më të mirë të marrjes së vlerave ideale për organizmin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Fiqt janë në një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, por edhe për të marrë përfitime të duhura ushqyese në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Pema e fikut është një nga bimët më të vjetra më të kultivuara ndonjëherë. Një kokër e fikut ka ushqyes të rëndësishëm nëse është i freskët, e vetit janë gjithashtu edhe më të jashtëzakonshme siç mund të përmendim përmbajtjen e proteinës, përmbajtjen e celulozës, të pektinës, acideve organike, vitaminës A, gjithashtu vitaminës B1 dhe vitaminës B3 dhe C. Për më tepër ato janë të pasura me nivele të natriumit, kaliumit, kalciumit, magnezit, hekurit dhe fosforit, që dihet se këto dy të fundit janë të nevojshme për të garantuar funksionet korrekte të zemrës, për të përmirësuar gjendjen tonë shëndetësore dhe për të forcuar imunitetin tonë. Jo vetëm frutat, por edhe gjethet e fikut janë një burim i mirë i flavonoideve dhe polifenoleve, duke përfshirë këtu acidin galik, acidin klorigjenik e të tjera. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se elementet esencial që gjenden te fiku do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e fikut në mënyrë të përditshme në dietën tuaj. Fiku do të ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt, pasi ato përmbajnë nivele shumë të larta të fibrave dhe një enzim që do të stimulojë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Ato mund të parandalojnë problemet që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm dhe mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët tregojnë se fiqt janë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Ato mund të ndikojnë drejt për së drejti në 10 aktivitete të trupit,
Për sa kohë ato konsumohen brenda rekomandimeve të duhura ditore, ndikimi që do të ofrojë në shëndet do të jetë pozitiv. Ekspertët këshillojnë që të rriturit mbi moshën 18 vjeçare mund të konsumojnë 3 deri në 7 kokra fig çdo ditë. Kjo mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të marrë edhe përfitimet e tyre të stinës, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese. Ekspertët këshillojnë në fiq të freskët ose fiq të thatë si një përzgjedhje mjaft të mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të lehtësuar edhe komplikacionet e tij. Ata e cilësojnë fikun si një prej frutave më të rëndësishëm me veti të larta ushqyese, dhe si i tillë duhet të konsumohet në formën e tij natyrale. Fiqt kanë një përmbajtje të lartë të magnezit. Magnezi është një nga elementët bazë të sistemit tonë nervor që na mbron gjithashtu edhe nga problemet që shkakton stresi i vazhdueshëm. Magnezi gjithashtu është i rëndësishëm për kockat, imunitetin dhe shëndetin tonë të trurit. Fiku do të përmirësojë shëndetin dhe vitalitetin, mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Fiqt e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa fiqt e freskët, por nëse zgjidhni të shtoni edhe sasinë e konsumit të fiqve të thatë në dietën tuaj ditore, tregoni të kujdesshëm me sasinë që shtoni në të, pasi për disa persona, kryesisht për ata që vuajnë nga diabeti, mund të ndërlidhet edhe me efekte negative të rritjes së papritur të sheqerit në trup. Fiqt janë të pasur me nivele shumë të mira të hekurit, të fosforit, të bakrit, vitaminës B6, vitaminës C, gjithashtu si dhe beta-karoten. Përmbajtja shumë e ulët e yndyrnave tek fiqt dhe përmbajtja e lartë e elementëve ushqyes mund të jetë një arsye shumë e mirë për të marrë këto përfitime të tyre. Ekspertët e Healthline këshillojnë fikun e freskët si një mënyrë përzgjedhëse për të nxitur organizmin dhe për të lehtësuar komplikacionet. Përmbajtja e lartë e sheqernave natyrore do të sigurojë që truri juaj të punojë më shpejt, si dhe të parandalojë dhe klasifikojë më mirë informacionet. Sigurisht, diabetikët duhet të kenë një kujdes më të madh gjatë ngrënies së fiqve, pasi ato përmbajnë 2 herë më shumë se sa fiqt e freskët. Shtimi i fiqve në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe në pasurimin e një burimi të shkëlqyer të elementëve ushqyes, të cilët mund të kombinohen edhe me arrat për të shërbyer si një meze ideale e organizmit. Gjithashtu, fiqt përmbajnë edhe sterole bimore, për të cilat është dëshmuar se kanë efekte të dobishme në nivelin e kolesterolit në trupin tuaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht fiqt e freskët si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve, dhe vlerat që do të merrni në fund do të jenë pozitive gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit. Studimet të shumta kanë zbuluar se fiku është një produkt fantastik i elementëve ushqyes të cilët do të mbrojnë imunitetin kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët e Healthline këshillojnë fikun si një përzgjedhje të mirë nxitse për organizmin, në betejën kundër komplikacioneve dhe nxitjen më të mirë të imunitetit. Fiku i freskët përmban deri në 80% më ujë dhe 60% sheqer natyror, kështu që dobia e konsumit të fikut është e shumëfishtë, si dhe mënyra e konsumit të tij është e rëndësishme për të marrë përfitime të duhura ushqyese. Ekspertët e Healthline e cilësojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira për të nxitur organizmin dhe për të lehtësuar komplikacionet e tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtojeni atë në vaktet tuaja ditore për të marrë këto përfitime mjaft të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Fiqt e freskët ose të thatë janë burime të mirë të vitaminave, mineraleve dhe fibrave. Kështu ndikimet e tyre në organizëm do të jenë më të plota dhe më lehtësuese për shëndetin tuaj. Ekspertët e Healthline këshillojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese për mbrojtjen e imunitetit. Nëse doni ta shtoni atë vazhdimisht në dietën tuaj, konsumojeni në mënyrë të kontrolluar dhe brenda rekomandimeve 3 deri në 7 kokra fiq në ditë. Por nëse vuani nga luhatjet e papritura të sheqerit në trup, konsultohuni me mjekun për të bërë edhe përzgjedhjen e duhur të konsumit të këtij fruti. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.